Më keni gjuhë gjithmonë të thanë moshull i dopt, moshull i dopt, moshull të shtak, moshull të shtak. Tani nga vinë këto meshkujt, ç'a ndodh me këto meshkuj që pa pritur këto kur rriten janë pa aftë? Ku është problemi këtij no? Problemi këtij kryesor është nana tino, që si janë rrit. Nëse ky është një moshkull që ka pas nana vet mbrapa, me i marrë çdo punë. Ka pas nana vet mbrapa që nana vet i thoshte ngriu, rregulloja bukën djalit, si erdhi djali mrena në shtëpi. Rregulloja bukën djalit, thoshte motrës vet, hekurosja këmishën djalit. Domethënë e sillte aq mirë, aq butë me djalin e vet, se bante diferencë madhe se si sillesh me vajzat e veta. Vajzat e veta i këshillon të kjo nana bakta se të shkosh të burri, i shtypte, domethënë kishte gjithmonë këshilla, po për djalin asnjëherë se lloj këshille. Që të thoshte shikoj respektoje nusën birë. Do të respektosh nusën, nuk është skllave nusja, do të kish to. Gjithmonë ky djali ka qenë princesh. Ky edhe kur bante gabime, ky kishte nanën si ja falte nana vet, i thotë, se s'ka problem. Nana vet i jep lek. Ky tash i rritet të shkoni moshë 22 vjeçare, prapë është ngjitur me nanën e vet. Lekt i merri që të nana vet. Tash i pa pritur shkon mosha 25-26 ku u martu. Tash i fillon të rebelohet si me stil ndaj nanës vet, por kjo e pa martum hala. Tani thot nana vet është sot, o babo, s'po martohet djali. Ç'a ndodh? Fillon rrugësia ky djali tash. Se ngjon më nana vet. Kur fillon rrugësia ky djali, fillon abuzon me alkoolin. Tani ç'a ban këtu ku ndodhi gabim kryesor në trojë shqiptare? Se ekziston budalliku i lajmësisë, e shkusisë. Sot t'i gjej nuse që ta sillen vi, thot nana. Thot t'i gjej nuse që ta sillen vi, djalin, se mas e sillen vi. Tash kur vjen nusja me lajmësi, dyqysh ja gjen një nuse dhe këtij shkretit. Vjen nusja tash me lajmësi, nuse nuk e di çfarë prat. Nuse mund të jetë nuse kinge. Mund të jetë me të mirat e Zotit, me të mirat e Zotit, me respektueshme. Vjen tash kjo nusja në familje. Kur e shef tash kjo nuse se moshulli vet nuk do të rëndësi, jetës fillon të rebelohet me shumë të drejtë. Vjen tash vjerra dhe përzihet. Edhe çun këtë nusën e çun vajzë që fillon vjerra përzihet. Fillon vjerra përzihet. Tashi me një farë kohë nëse këto mund